Jashtë vendit të rezervuar për sekretarin e shtetit Amerikan Antony Blinken u organizua protest. Këta izraelit në Tel Aviv po kërkojnë ndihmën e mysafirit amerikan për të arritur një armëpushim në luftën mes shtetit të tyre dhe organizatës terroriste Hamas. Veç kësaj, këta protestues me urgjencë kërkojnë edhe kthimin e pengjeve izraelite të rrëmbyer tash 3 muaj nga terroristat. Në fakt, ky është edhe qëllimi i vizitës së Blinkenit në këtë shtet në të cilin bëriti pasi paraprakisht qëndroi për vizitë në një tur në 4 shtete tjera në lindje të mesme. Porositë e marra në vendet arabe në Turqi, amerikani tha se erdhi t'ia thotë në sy kryeqeveritarit Benjamin Netanyahu. Veç ti, amerikani takoi edhe ministrin e mbrojtjes në këtë shtet e atë për punë të jashtme. Sekretari i SBA-s u tha atyre se liderët e shteteve që ai i vizitoi duan të shohin fundin e luftës në Gaza dhe krijimin e një shteti palestinez që u refuzua kategorikisht nga shteti hebrej. Pas këtyre mesazheve, Blinken është i angazhuar edhe që të parandalojë një luftë tjetër mes këtij shteti dhe Hezbollahut të Libanit. Në kohën se ai po takonte zyrtar izraelit, po prej sulmeve të këtyre, në Gaza u vran 126 persona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi, shifra totale të vrarëve që nga fillimi i luftës 3 muaj më parë, atje ka shkuar në mbi 23.000. Në mesin e të vrarëve ka më së shumti gra dhe fëmijë.